Numër 21-25, fraksion 1, protokoll I Kryetarit Bashkisë për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike nga fondi I kushtëzuar për blok ndihmën deri në 6%, periudha 01-30 shtator 2025, Bashkia Mirdit. Pika 2. Projekt vendim numër 42-49, fraksion 1. Protokoll I Kryetarit Bashkisë për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike blok ndihmë me fonde bashkie për periudhën 01-30 shtator 2025, Bashkia Mirdit. Pika numër 3. Projekt vendimi numër 4296, fraksion 1. Protokoll I Kryetarit Bashkisë për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit nëpërmjet programit për zhvillimit të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkisë Mirdit, si dhe miratimin e metodologjisë LOT për financimin e organizatave të shoqërisë civile. Pika 4. Projekt vendimi numër 4336, fraksion 1. Protokolli I Kryetarit Bashkisë për një shtesë në buxhetin e vitit 2025, sipas aktit normativ numër 10, datë 8/10/2025, për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 115/2024 për buxhetin e vitit 2025 të ndryshuar Bashkia Mirdit. Kena edhe dy shtesa, projekt vendim numër 4408, fraksion 1, I Kryetarit Bashkisë për përdorim fond I mbrojtjeve civile për urën auto, njësi administrative FAN, Bashkia Mirdit, shqyrtuar në mbledhjen e datës 29/10/2025 të Komisionit të Ekonomisë. Pika 6. Projekt vendim numër 41-99, fraksion 1, protokoll I Kryetarit Bashkisë për lënien në fuqi të tarifave ekzistuese të ujit të pijshëm, grumbullimit e largimit të ujrave të ndotura Bashkia Mirdit. Ka njëri në I pyetje në kështu ta hedhim votim ta... Kryetari Bashkisë për 5 minuta vjen, djes na telefonet, erdhi. Poshta dhe kryetari I Këshillit, apo kryesia e Këshillit, po më është kryesia një pjesë e madhe e kryesisë, është këtu okay. Do kisha preferuar si anëtarë e Këshillit Bashkiak që Këshilli Bashkiak të dilte me një rezolutë apo mendim të përbashkët lidhje me grevën e minatorëve në Spaq. Duke qenë që ne jemi ekzekutivi I këtij vendi dhe atje është një grevë që I tejkalon kufit lokal, nuk e di, por ne do të na kishte nderuar një qëndrim I përbashkët në mbështetje të grevës legjitime të minatorëve. Dhe si fillim kaq kisha, nuk e di pse nuk e kemi bërë një gjë të tillë dhe çka na ka pengu ta bëjmë edhe të paktën në mbështetje morale kundrejt grevës legjitime të minatorëve të Spaqit. Faleminderit shumë. Për procedurë, të kërkoja më tepër seriozitet, nëse mbledhja thirrët nga ora 10, administrata e Bashkisë do të jetë për një herë me ne të mbledhje. Dhe këshilltarëve të shumicës së gjuhës, unë them që do të jeni më serioz, sepse është disa herë që ata nuk vinë mbledhje. Në një mbledhje se s'kena ardha, është bërë nami në gjitha rrjetet, sepse bojkotuan mbledhjen këshilltarët e majtë. Në një kohë që ju nga 11 vetë, mundi vetëm 5 vetë jeni. Duhet më tepër seriozitet, nëse doni me ashtu. Edhe tjetra që kisha unë, kena thënë çdo herë që mbledhjet të bëhen jo ditën e fundit, nëse do shtotë sot. Se nuk lihet 4 vendime, janë këto 4 vendime, kanë pas mundësi mu bë që me datën 15, jo me datën 31. Edhe kjo e rendit ditës, ne nuk po bëjmë një mbledhje dot, pavarësisht se këto janë raste emergjente, ne nuk po bëjmë një mbledhje pa pas dhe shtesa. Më në rendit ditës.
Faktikisht, Fran, kjo mbledhje, unë jam me ty, sepse këto kanë qenë pika shumë e faktikisht ka vënu marrë të në fund muajit. Janë pak të lodhshme, po do të me e pranu, s'kena sa me. Jo, është problemi edhe kryesisë Këshillit Bashkiak, sepse nuk vendos vetëm kryetari i bashkisë apo administrata se kur bëhet mbledhja. Mendoj unë, kryesia mlidhet, shifet, mund bëhen të dy, ne s'kena bënë herë dy mbledhje. Ne jena mbledh si kryesi reale. Kena bë dhe mbledhje me 22 pika në rendite. Kështu këtu kemi qenë. Ne jena mbledh edhe... Mos të fajin bashkisë në këtë rast, ka faj Këshilli. Ne jena mbledh kryesia, Girta, edhe e kina lënë të premten e 3. Besoj e kanë qenë pjesëmarrës gati gjithë 100% tonë, edhe e kina pa lënë të premten e 3. Atë është dorë të kryesisë për ashtë respekt. Se di kryetari ka më shtu diçka për pyetjen tane që i bane? Jo, faktikisht ishte drejtuar Këshillit, si ishte drejtuar kryetari, se vendimet e Këshillit s'ka pse i marrë kryetari. Okej, a mund ta hedhim votim rendin e ditës? Rendin e ditës apo ato që tha Gerta? Jo, vazhdo, po thash se s'kishte kush na i këshon dhe me hedh votim rendin e ditës. Jo, pra do të jetë Si përfaqësuesi i majtën, po shteti shka për sa i përket grevës minatorëve në Spajs, absolutisht që edhe grupi i majtë bashkohet me kërkesa që kanë minatorët dhe vlerësim çdo lloj kërkese dhe sidomos në aspektin e diskriminimit. Nëse një punonjës turp paguhet më shumë se një punonjës mjeditor, nuk është e drejtë dhe ne do të inkurajoshim dialogun ndërmjet firmës, sepse edhe firma duhet vlerësu për investimet që vjen e hellë në mjedi, sepse kush ka lek me hellë kot, edhe ata duhen vlerësu, por inkurajojmë një debat midis palëve në mënyrë aty që të arrijmë në zgjidhjen e grevës, në plotësimin e kërkesave që janë të mundshme, gjithmonë kërkesat që janë të mundshme për të plotësuar. Patjetër, për kërkesa ligjore bëhet fjalë. Pra ne jemi pro minatorëve, pro kërkesave të drejta që kanë ato dhe i inkurajojmë që firmat i marrin në shqyrtim dhe të diskutojnë për të plotësuar brenda atyre mundësive që janë. Faleminderit për kësaj pike. Pra Këshilli mund përgatisin një grup për të formuluar një rezolucion ose një deklaratë. Edhe në bazë bëhet publike dhe Gerta ka precisht drejtë dhe po këto të gjithë janë me minator, po ata punojnë, sot punojnë me lekë revokuar nga ministria. Me atë një madhëreshë me bashkinë e Mjerditës, sot janë në punë. A kuptoj, gjithë kanë me minator, ditën. Ndorë, me minator të kërkushë. Kemi këshpia ndorë. Zoti Këshilli nuk ka si kompetencë që të merret për sa i përket procedurave të gjë kompetencë, se po erë punë mund ka një inspektorat po erë nuk ka Këshilli Bashkiak, ministria ka revokuar leje. Ka një inspektorat pune që merret me kontratat e punonjësve, kontratat individuale, kontratat kolektive e tjera. Pra ne japim pëlqim për dhënie të pasurive tru paluçme, pra të pasurive tru tokë që mund ta marrin në shpejtësi. Kjo kompetenca e Këshillit. Këtë mund ta bëjë shpjegimin kryetari i bashkisë, por jo, ne japim pëlqim, nuk është. Të lutem shumë. Tani pëlqimi bën me vendim. Edhe herë. Nuk është pëlqim. Vendim. Gjithë për të pashë, thotë vendim. Për vënien e lejeve, na japim pëlqimin, që ne do japim një sipërfaqe atyre. Se s'mund të marrin leje, po s'pat një sipërfaqe ndërtimi. Ja, këto ishte kryetari më mirë. Na më përsërit të herë se si nuk e kuptova. Ka shumë sekretarë. Ke lidhje se di brapa.
Fakti që Përlandi punohet në Deta Albania me leje minerare të revokuar, thot Lori. A tek Tani, me letë të sëroj. Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Normalisht që minatorët e sfaqit apo të gjithë punëtorët që punojnë atje kanë legjitime, ashtu sikurse kemi thënë stërthan gjatë këtij muaji që kur kanë filluar, kanë legjitime çdo lloj organizimi, absolutisht në ato që e fillon tek kushtetuta që ja lejon, e deri tek ligj që është i ndërtuar pikërisht për ndërtimin e marrëdhënieve mes punëmarrësit dhe punëdhënësit. Dhe unë kam qenë në kontakt gjatë gjithë kohës me të dy palët, absolutisht edhe për alternativa zgjidhje të cilat janë diskutuar, nuk është arrit në një kompromis. E kam thënë dhe vazhdoj ta them që institucionet të cilat kanë peshë dhe përgjegjësi drejt për drejt, qoftë për punëdhënësit, qoftë për punëmarrësit, që momentalisht për shembull është Ministria e Ekonomisë, e cila organizon, ndihmon, negocion me kompaninë dhe me punonësit, duhet të kishte ndërhyrë që në hapat e parë, e jo sot akoma që nuk ka një zgjidhje. Njëkohësisht kemi një inspektoriat pune që ka disa po themi ligjshmëri në mënyrën se si kontrollon dhe menaxhon apo ndjek veprimtarinë e punës pra për të kontrolluar dhe menaxhuar në kuptimin e asaj se si veprohet me kushtet e punës apo me mënyrën se si trajtohen punonësit në atë ndërmarrje. Që fatkeqësisht akoma nuk ka ndërhyrë, po themi me forcën dhe me peshën që ju jep ligji për të ushtruar presion, thoj zap, aty që jep fiks ligji për të ushtruar. Bashkia thjesht e kemi thënë dhe stërthan gjatë gjithë kësaj kohe që bashkia përveç se një ndërhyrje po themi morale për të mbështet punojësit e vet, për të mbështet mirëditorët dhe për të negociuar që mbarvajtja e punës në territor të shkojë sa më mirë, tjetër kompetencë ligjore nuk ka në ndërhyrjen e kësaj në zgjidhjen e këtij ngersi. Dhe lutem nëse po shkoj vetë ajo. Tani absolutisht që mendoj se cili antar i këshillit apo se cili mirëditor duhet jetë dhe të solidarizohet me minatorët në ato drejta që janë legjitime për t'ju plotësuar dhe për t'ju realizuar. Nuk mund të diskutohet, nuk mund të vehet në tryez diskutimi pjesa se a duhet apo nuk duhet sindikata. Ato sindikata janë nga të ligjshme dhe janë shtelejuar me kushtetutë. Qoftë edhe marrëdhënia ose kontrata kolektive e punës që është një drejtë që e njeh ligji dhe që nuk mund ta diskutojë kush me atë. Për të diskutuar janë pastaj po themi kushtet e punës, a janë apo s'janë në përputhje me ato që kërkon ligji. Pagat. Po, të lutem. Unë po bëj një deklaratë të lutem. A ka kompetenca bashkia të verifikojë nëse kompanisi është tërheq leja minerare në Përland? Tani po dalte ajo Gerta, të lutem. Po jam tirar gjatë sepse unë dëgjova ty, dëgjova Velonin, dëgjova dhe Nikolinin, dëgjova dhe Franin. Tani të gjithë do të me temat ndryshme dhe unë patjetër që du t'ju hap secilit përgjigje. Ta rone ty edhe tjerë. Për të kalu tek ajo që Lori sapo e tha. Tani, e para institutit të gjeologjisë jashtë kërku nga Bashkia e Mirdit informacion nëse është revokuar dhe si është proceduar me revokimin e lejes. Si rregull, një institucion shtetëror, në momenti që heq një leje të kërkim zbulimit minerar, njofton instancat dhe njofton institucionet përgjegjëse që ndjekin punën. Deri në këtë moment që flasim, ne nuk kemi asnjë shkrese nga ministria apo nga ky shërbimi gjeologjik, që si rregull duhet kishte. Jemi detyruar ne t'ja kërkojmë, me qenë se ai s'po na kthen përgjigje dhe po, lutem të marrë lon. Po nëse hamencohet se vjen Loni më thotë tu, jashtë hek leja.
Institucionalisht, lutem, po e thua ti, po them, jo, ti je antar i Këshillit Bashkiak dhe të lutem. Tani ministrja, lutem, ministrja duhet kishte nxit institucionet që kanë anëvarësi me dërgu shkresën Bashkisë Mirdit që kjo leje që kemi dhënë është heq. Është duke punu, lon, ne kemi diskutu këtë gjë. Deri tani është duke punu në territor privat. Pra është me kontrat, është me atë lejen e ka më lon. O lon. Po atë lejen e ka dhënë ministria për kërkim kush e ka poshtë 25? Po shtetja ja ka dhënë lejen për kërkim zhvillim. Nuk është, për një postë do të marrë leje. Bo ka shpime 1.000 metra të që ato ka... Tani, unë po pres, lutem, ne kemi bërë kërkes Institutit Gjeologjik për të na dhënë një përgjigje mbi vendimin që është marrë nga ky institut. Nëse është revoku leja, nëse është shty, apo çfarë hapa është ndjek deri tani. Për këtë gjë, ne përveç se kemi bërë shkresën atje, që ta dish Roland, lutem, por se ti kërko. Për këtë gjë, lutem, për këtë gjë, e para kemi kërku ministrisë dhe e dyta kemi ngrit grup pune për të pezullu punimet deri në përgjigjen e ministrisë. Në momentin që vije ministria, përgjigjen e ka revokuar se ka revokuar lejen, atëherë ja shohim edhe vendimet tjera që do marrim. Hapat tjerë që do marrim. Leje zoti drejtues, ne secili do me diskutu për interesin e vet. Ne duhet të ndajmë janë protestën e minatorëve me lishmërinë për zgjerimin e aktivitetit të firmës. Në dy gjëra komplet të ndryshme. Pra ne thamë bëjmë një deklaratë si një rezultat në mbështetje të protestave të minatorëve në Spaq, jo në Përlat. Përlat është problem tjetër. Ju të lutem. Jo për të janë ndihmë qeverisë. Qeveria vetëm përcakton pagën minimale. Profesor, të lutem, ta marrim. Por ti jam sot me shkel ligjin. 2-3 herë. Thuaj me argument. Qeveria shqiptare dhe çdo lloj qeverie përcakton një pagë minimale që s'mund ta shkelë kusht. Dhe përveç se ka përcaktuar pagën minimale, qeveria s'mund të përcaktojë ministria pagat e minatorën atje. Kontrata individuale punës, po pikërisht. Kontrata individuale dhe për kontrollu ata kontrata individuale, është një inspektorat pune atje, që ka shku me dinin time, kanë shku dhe çdo gjë e kanë në rregull. Për sa i përket kontrata individuale. Çdo punës që shkon në gjyq i kërkon çat kontratë provën e parë fillestare. Dhe ne mos diskutojmë secili për interes tonë. Ata po bëjnë një protestë shumë të drejtë, mendojnë që kanë të drejta, se është shumë e drejtë që unë nuk, nëse për të njëjtën punë që bëjmë, turku merr më shumë se unë, normal që është diskriminim, kjo është diskriminimi. Që për të njëjtën punë paguhen, pra për të njëjtën punë, për të njëjtën kategori, paguhen me paga të ndryshme. Kjo është diskriminim. Dhe jemi totalisht kundër diskriminimit. Po ne merrna me lejet e firmës në Këshilli. Do zgjidhej aktivitet firma, do kërkej leje ke institucionet, s'është kompetencë jona fare. A di ndavelin të, vetëm ngrenë. S'kam gjon të Firma që këtu, firma. Tani unë po flas në aspektin ligjor. Nuk po flas Lën. Zoti këshilltar. Ka vazhdim me Kryetar, në qoftë se në rrugë institucionale, Bashkisë Mirdit, nga Ministria Kulturore dhe Instituti Gjeologjisë ju ka që kjo firmë do të ndërpresë punimet dhe ju nuk benequar administratën tuaj për mes batukit dhe tim, kjo është faji. Në qoftë se këto janë gjona, sepse na nuk jena këshill me sikur del Facebook. Qoftë në rrugë institucionale, Ministria e Infrastrukturës dhe Instituti i Gjeologjisë ju kanë informuar, ju do të kishit vepruar. Në të kundërt, Ka informuar, unë po them që kam kërkuar unë informacion. Sa është informuar? Po të kishte ardhur shkresa, s'kam nevojë unë të kërkoj shkresë tjetër ministrisë. Mariana. Shiko, a disi është, ta them në mënyrë jo zyrtare, në mënyrë zyrtare unë kam marrë informacion edhe të shërbimit gjeologjik. Kam marrë informacion dhe ke ministria. Është marrë një vendim nga Këshilli i shërbimit gjeologjik.
Një vendim ka një këshill të brendshëm shërbimi gjeologjik, I cili ja qon për vendimmarrje ministrit. Pra, është propozu ministrit revokimi I lejes, pra nuk është heq akoma. Shërbimi gjeologjik I ka propozu ministrit, pra kjo rrugë informale, akoma me shkres. Shërbimi gjeologjik I ka propozu ministrit revokimin e lejes, pra do të thotë pezullimin, ndalimin e veprimtarisë. Tani, nga ministria nuk ka një vendim mbi këtë propozim. Mu do të ndije, ose ministri do të I ka shku propozimit, do të marrë vendimin për pezullim, ose do të riktheje sërish në shërbim gjeologjik për një ide tjetër. Deri tani nuk ka, pra, vendim përfundimtar. Nuk ka një vendim përfundimtar në ministri. Shërbim gjeologjik, po, ka një propozim. Po është propozim, jo vendim. Propozimi shkon ministri dhe ministri merr vendim. Kjo është ngerë që ka sot atje në institucionet aty. Unë kam kërku kam nisi shkres për të parë. Edhe në qoftë se ka marrë vendim shërbim gjeologjik, unë sërish me atë propozim që është tanë, unë e pezulloj punë. Pezulloj deri në vendimin e ministrit. Ministri ndoshta nuk e pezullon, jepi vendim që të vazhdojë punimet, që ne pastaj do të vijnë këshillë etj janë në nivel tjetër. Pra, sot në rrugë informale, ti jesh në telefon me shtan që është marrë një vendim, është dhënë një propozim nga shërbimi gjeologjik që I quhet ministrit për të marrë vendim. Edhe një diçka shumë të shkurtër, që s'ka lidhje fare me mineralet. Nesër dhe mas nesër janë dy festa shumë të rëndësishme për komunitetin tonë e për fenë krishterë. Dhe mua automatikisht tash më bën të mendoj për varrezat, gjendjen e varrezave në territorin e Bashkisë Mirdit. Unë di të them, për Roshenin nuk e di, mendoj se është diçka që duhet shqyrtu sepse shoh që ka problematika shumë pafund, por di të them për Rubikun që kur shef ato varrezat që janë hap, varrezat e reja të jep idenë e pas luftës. Dhe duhet të them një diçka shumë njerëzore, kur vdiqin djeri det qoku, as Danieli dhe as Oma nuk shkonin dot tek varri. Dhe sepse u varros një shpat mali, apo nuk dishe ka me qa ma para, dedin që vdish, atë birin që nuk kishte mundësi me I hedh një grusht dhe tjatit. Dhe as nana vet nuk unë gjitë që ndot të varri, dhe jemi në 2025-ën drejt Bashkimit Evropian. Apo janë disa që kanë shku kanë zonë tokë varreza, shtot me ja se do të përnotojnë këtu e në përjetësi se ku do t'i varrosin njerëzit. Çështja e varrezave është një çështje emergjente që duhet të gjejë zgjidhje. Mendoj e njëjta gjë pak a shumë do të jetë edhe në Rrshen, sepse e di që ka problematika, di që s'ka problematika vetëm në Rrushkull se I kam aty poshtë shtëpi se e di që s'ka pas ankesa. Kështu që ju lutem shumë në herën më të parë të mundshme të trajtojmë situatën e varrezave në territorin e Bashkisë Mirdit, të paktën të respektojmë të vdekurit sepse për gjallët tjetër muhabet. A që kisha? Tani, marrë shkas nga data, kuptoj. Jo, po them ke të drejtë, okay. Shiko. E para varrezat janë po themi ose është lan gjithmonë ritualit të banorëve për t'i trajtu ashtu sikur se I kanë trajtu vazhdimisht të vdekurit dhe tu ka një çështje komplekse mes asaj që ligji kërkon dhe traditave që ne kemi. Dhe nëse ka diçka që ne kemi dal realisht, po e them kështu me bindje të plot, kemi dal nga ajo që ka qenë tradite jona, kemi dal. Mënyrën se si edhe se si ndërtojmë varrezat. Rregulli jonë si mirëtor dhe si krishterë nuk e ka pas me baj gure hekur e beton me ndërtu varrezat. Dhe ne kemi dal nga kjo. Kjo është fiks model turp I veprimit që bëjmë sot ndërtimit varrezave. Dhe unë kam mendu dhe shumë shpejt do t'ju bie një projekt propozim, do bëjmë edhe dëgjes publike, lidhe edhe me
me modelet se si do ndërtohen varreza. Pra do të ketë modele që si qytetarë duhet punojnë në varreza. Kudo në botë, dhe sidomos në vendet e krishtera, ka rregullat përcaktuar me qartë që në varreza nuk mund bash çfarë ke dëshirë. Edhe për me të shku kemi paradoks i madh Gerë, që ta dish, paradoks i madh, që sot bashkia, po themi, është hedhë në gjyq, sepse një të gjalli është Zanveni. Është i gjallaj, duke shëtit qytetit, në ka hedhë në gjyq, sepse kanë Zanvenin me një të vdekur. Kupton që paradoksi, pra, është një paradoks i madh, dhe unë mendoj që do bëjmë një dëgjes publike, do kërkojmë edhe mendimin tuaj si Këshill Bashkiak për shku në disa rregulla specifike që të mos lejojmë ma një bastardi në varreza, po zehen venet pafund, duke u shtu e duke u stështu, dhe pastaj hajde që e hapësira se ku të ndërtojmë varreza të reja, ku zgjerohemi. Prandaj them që do të keni shumë shpejt një projekt vendim, ku me pyet se cilin për jush dhe ta dita tona, e kem pas që pasi kaloshin 7-8 vite, 10 vite, varri ripërdorej. Sot nena duhet për me dal maton gardhit, për me hap varreza të reja, sepse nuk i përdor kush ma varrezat e vjetra, ato të cilat parton janë to. Kështu që ne do të ndërtojmë këta jo kërkoj edhe si ndihmë edhe ju, që të na jepni mendime dhe sugjerime, por do bëjmë një takim më të zgjeruar se si mund të veprojmë për të bërë një rregull të pandryshueshëm në varreza. Sepse është realisht është pa tolerueshme ajo që si veprojnë. Mirdita është e vogël edhe njëjtë, çdo këtë varrezat kena dalë. Ne shohim me ka 100 metra katror i ka zan, thu se ka me fut kret. I para këtë katonin. Edhe ka nëllë gjithkun, ka nëllë për sak, ka nëllë për lanë. Ama e fundit, paktën ka 2-3 vite që 2 herë në vit përpiqemi që çdo varrez, edhe pse janë shumë varreza në tonë Mirditën, jemi përpjek për t'i pastru, për t'i sistemu, për t'ju prej fera, se realisht ato mbushin me fera, që në fakt duhet jetë një obligim për t'i bashkisë edhe qytetar, edhe i gjithëve, edhe i krypleqve të tjerë. Me qenë sa është problem tuke varrezat, të më them që Bashkia Mirdit u zgjidhi problemin e vendit, ose ne t'i zgjerojmë varrezat e qytetit Rosheni, aty ku janë për t'i zgjeruar nëse është mundësia duke komunikuar me banorët që kanë pronët, ose duhet u bën tash 4-5 vjet që akoma s'është zgjidhur vendi i ri i varrezave. Pra ose të zgjerohen aty ku janë, ose të bëhen varreza të reja. Dhe e dyta, po shfrytëzoj rastin pa filluar rendin e ditës, kryetar duhen marrë masa që shkallëtarët e shkollat furnizohen me naftë dhe të bëhen ato provat për t'i ndesë që ata t'jenë në punë momentin e parë që filloi koha e ftohtë. Jo, janë duke u bërë. Sot është data 31 tetor, i di që erdhë koha për të ndesë. Por nëse ato nuk furnizohen, nuk ka gjendje, nuk bëhen provat para prake, nëse janë punë se për një vit ato po bëhen një kolegji edhe pa. Kështu që do ishte mirë që gjitha kaldate e shkova t'jenë nga gatishmëri për të funksionuar. Të gjitha po pastrohen, po sistemohen, po provohen. Të lutem, ata hedhin votim rendin e ditës? Pika 1. Projekt vendim numër 41-45. Protokolli i Kryetarit Bashkisë për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për blok ndihmë deri në 6%, periudhën 01-30 shtator 2025 Bashkia Mirdit. Na i pyetje, na i sugjerim. Komisioni i Ekonomisë të mbledhjes së paguave të aksionat, edhe pikën 1 dhe pikën 2, dhe konsideralisë Okej, faleminderit, mund ta hedhim votim? Faleminderit.
Projekt vendim numër 4249, fraksion 1. Protokolli kryetarit bashkisë për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike për blok ndihmë me fonde bashkie për periudhën 01-30 shtator 2025. Bashkia Mirdit. Faleminderit. Pika 3. Projekt vendim numër 4296, fraksion 1. Protokolli kryetarit bashkisë për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit nëpërmjet programit për zhvillimit të kombeve të bashkuara dhe bashkisë Mirdit, si dhe miratimin e metodologjisë LOT për financimin e organizatave të shoqërisë civile. Jo, nuk kena mbledhje si komision. Që me qëllë se kemi Gjovalini të shpjegojmë. Kemi Gjovalini. Ta Gjovalini të lutem na shpjegoj pak. Përshëndetje të gjithëve. Shumë shkurt, marrëveshja e mirëkuptimit me programin e UNDP-s për programin rajonal për demokraci vendore, quajtur Reload 3, që është faza e tretë, na ofron një mundësi shumë të mirë që bashkia të marrë një rol lider në fushën e bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile. Edhe kjo në një aspekt shumë të qëndësishëm për to, sidomos për organizatat lokale, dhënien e granteve për këto shoqata. Sigurisht, kjo marrëveshje nënkupton që bashkia do përcaktojë një set prioritetesh në bashkëpunim edhe me Këshillin Bashkiak, sigurisht prioritetesh vendore, të cilat do shpallen edhe do presim aplikime për projekte nga këto organizata. Dy fazat e para mbështeten me fondet e Bashkimit Evropian që menaxhohen nga UNDP. Në një fazë të tretë, bashkia do aftësohet që me fond të ngrejë fondet e veta edhe të ketë mundësi ta vazhdojë implementimin. Bashklidhur është gjithashtu metodologjia LOT, e cila është një procedurë standarde veprimi, e cila na udhëzon për të zbatuar këto grante. Sigurisht, trajnimet edhe asistenca do jetë e vazhdueshme nga programi i UNDP-s, ekipi Reloadit, për gjithë stafin e bashkisë, që gjithçka të shkojë sa më mirë. Nëse keni në pyetje tjetër, me kënaqësi. Këto organizata ta janë regjistruar për këtë fazë apo s'ka nis akoma? Jo, nuk ka nis akoma. Pra, kalohet memorandumi i mirëkuptimit në Këshillin Bashkiak, ngrihet grupi i punës i brendshëm i bashkisë edhe fillojmë diskutimet edhe për hartimin e prioriteteve, sigurisht. Mbasi të hartohen prioritetet, draftohet thirrja publike edhe ftohen gjitha organizatat për të sjellë aplikimet për projekte. Organizatat sigurisht do të jenë formale, organizatat lokale do të jenë aktive, sigurisht. Sigurisht, kjo është faza e tretë e Reloadit, është filluar që në vitin 2017, bashkia jonë është hera e parë që është pjesë e këtij programi, pra kjo është faza e tretë e programit Reload, ku ne kemi aplikuar edhe u bëm pjesë e këtij. Pra bashkia e Lezhës, bashkia e Shkodrës që janë në veri të paktën janë dy bashki që kanë qenë tradicionalisht që nga thirrja e parë janë edhe tek thirrja e tretë. Vazhdojnë. Kjo është me thënë fat shoqërisi kanë ardhur. Po, realisht fat edhe shpresojmë që organizatat lokale të paktën që janë me bazë Mirdit ta shfrytëzojnë si mundësi edhe të çojnë përpara edhe bashkia prioritetet e veta, po edhe organizatat lokale të kenë mundësi të forcojnë kapacitetet e tyre. Pas miratimit të këtij memorandumi, a do ketë, besoj, ose të paktën është më shumë një sugjerim nga ana ime që duke qenë se informacioni edhe jo gjitha, edhe mbledhjet e Këshillit nuk është se i njehin gjithë shoqatat OJF-t dhe organizatat shoqërisë civile, është mirë që ju nëpërmjet krijimit të atij grupit keni mundësinë që ti sensibilizoni apo t'ju çoni informacionin gjithë. Sigurisht, ne kemi një databazë të organizatave lokale që veprojnë mirë ditë. Ato që janë aktive, po edhe ato që janë të regjistruar edhe nuk janë aktive. Edhe sigurisht në fazën e draftimit të prioriteteve do ketë momente që do thirren në tërës diskutimi edhe organizatat e shoqërisë civile për të diskutuar këto prioritete, që të kenë mundësi të njihen edhe të paraprgatiten sigurisht për të aplikuar për projektet. Po, shumat variojnë, domethënë projektet mund të jenë nga 20.000 deri në 40.000 euro. Pra kjo ngelet për të diskutuar sigurisht në një fazë të dytë.
Po kushtet e aplikimit do vendosen pasi të hartojnë prioritetet e Mbledhjen tjetër. Do hartojmë prioritetet e bashkisë një herë, pastaj do caktojmë edhe kushtet. Faleminderit. Faleminderit Gjuvali. Kisha një pyetje, jo në lidhje me këtë. Po prit, ta marrem. Pyetje me paketën e maleve. Maleta bëjmë një pyetje dhe Ta marrem sa Oger, të lutem. Shegjer. Pika 4. Projekt vendim numër 4336, fraksion 1. Protokolli kryetarit bashkisë për një shtesë në buxhetin e vitit 2025, sipas aktit normativ numër 10, datë 8/10/2025, për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 115/2024 për buxhetin e vitit 2025 të ndryshuar. Bashkia Mirdi. Komisioni i Ekonomisë ka analizuar projektin dhe jena shprehur që projekt vendim është ndarë në 4 pjesë, janë vendime gjyqësore, që tu pa u Ivadic, pagesa për voleybollistët e ekipit minatorit dhe tu do të jetë 4 apo 9 dhe shpërblim për sektorin e MZSH-s, për zjarr fikset, për punën që kanë bërë gjatë periudhës së zjarreve janë. Ky fond, siç na u sugjeruar nga dega e buxhetit e bashkisë, nuk është se do të përdoret gjatë vitit 2025, me përjashtim të vlerës së tubave të përujit të vadis. Pjesa tjetër, vendimi gjyqësore, pagesat e voleybollit dhe të MZSH-s, edhe MZSH do përdoret po këtë vit, ndërsa këto dy tjerë do të përdoren gjatë vitit 2026, bires vendime gjyqësore mund shkojnë edhe më, sepse do ekzekutohen mbasi të shprehet vendimi gjykatës së apelit, vendimi shkallës 2. Edhe vjet e kena ngrit si shqetësim për sa i përket vendimeve gjyqësore. Jo se ne nuk kemi se përderisa është vendim gjyqësor i detyruar bashkia të detyruar ta ligulloje dhe për mos me bllokue punën e bashkisë kemi qenë dakord që të bëjmë miratimin e tyre. Por për veten time, për sa i përket detyrisë juridike, e kam thënë dhe në mbledhjen e muajit maj të vitit 2024 që të kesh 7% gjyqësore dhe të humësh të shtata për mua është neglizhencë ose pa përgjegjësi e kësaj detyrie. Faleminderit. Faleminderit, Fane. Tani, atë jap vetëm një informacion për fjalë për i grand shtesë për vitin 2025, por që mbi 80-90% e tij do përdoret gjatë vitit 2026, edhe për shkak të afateve të kohës se është fundi i vitit. Shtesa për MZSH që është marrë me vendim Këshillit të Ministrave, po dhe grandi pjesa tjetër e grandit, e cila është ndarë në atë mënyrë që ju e shihni aty. Gjatë vitit 2025, ju dini që e keni miratuar gjatë në fillim të vitit në projekt buxhet, një shumë prej 5 milion lekë treja normalisht për vendime gjyqësore, por kur themi vendime gjyqësore, shumë kuj prej jush që shko menja vetëm te vendime e gjykatës në raport me punonësin. Nuk janë gjitha këto vendime gjyqësore që do të banë apo likuidohen në raport me punojës që mund të jenë në proces gjyqësor. Ka lidhje dhe me vendime tjera gjyqësore, të cilat bashkisë, gjykata, për një shkak apo për një tjetër, i lënë detyrime për të shlyer, siç mund të ketë qenë rasti, për shembull, e kemi thënë edhe, e kemi përmendur edhe vjet, e keni miratuar dhe ju për shpronësimet. Gjykata sot për shembull ke disa vendime gjyqësore prej disa vitesh, jo tani, por prej disa vitesh që janë në gjykatë, edhe për shkak ndoshta të problematikave dhe mos ndjekjes si duhet të procedurave, ndoshta që në vitin 2016 për shpronësimet, dhe sot ke disa qytetarë që bashkia, shteti, ju ka marrë pronën, por akoma s'ua ka
dëm shpërbly ose s'ju ka paguajt. Dhe në këtë mënyrë, pra nuk bëhet fjalë vetëm për një fond i cili do të shkoje për vendimet gjyqësore që kanë lidhje me raportin punonjës. Ka të bëjë me shumë vendime gjyqësore, qoftë në raport me shpronësime, qoftë në raport me vendime tjera që gjykata merr dhe bashkia duhet ta ketë fond, si thuaç si fond rezervë aty, që gjatë vitit mos ketë, po themi, bllokime të llogarisë bankare apo të thesarit për shkak të një vendimi gjyqësor që mund të jetë, apo për shkak të një vendimi që ne nuk e kemi, po themi, në të marrur nga Këshilli Bashkiak. Në këtë kontekst, për gjatë vitit 2026, kjo shumë do jetë aty që të mund të përdoret ose mund të mos përdoret fare, por thjesht ne duhet mos kemi buxhetin e bashkisë të bllokuar për shkak se nuk e kemi të miratuar një shumë të tillë në si za buxhetor gjatë vitit 2026. Kjo nuk preket tani, as nuk ka vendim gjyqësor që të fillojë të preket tani, thjesht duhet të jetë dhe është domosdoshme të jetë për shumë arsyet siç i përmenda edhe më lart. Ne nuk diskutojmë problemin e shumës të kryetar. Ne në komision na tha që janë vendimet të largimit punësve nga puna. Ne diskutojmë problemin e ligjshmërisë së largimit, domethënë të punësve nga puna, sepse përderisa është vendim gjyqësor, i detyruar ta ekzekutash. Të pjesa tjetër këtu është, thash, ne nuk diskutojmë vlerën 5 milion. Ne diskutojmë procedurën e largimit të punësve nga puna. Bashkia, domethënë kur i largon, zyrë juridike s'ka informacion të gjyqi, ka janë 2 vjet. Është thapë dhe me dhe dera. Kurse për të hekë, nuk të hekin ato që janë, sen për të hekë, që të hekë, të përgoj e lekë mrata. Nuk të, janë shumë të lujmë i dërës, ka lujmë lekë e lujmë i dërës të. Apët, nësë i një që ato që janë të telefonës, më që i një. Që t'i pagujmë ne. Ke mbi 30% atyre që përmendë ti, që janë në proces gjyqësor, por nuk është sa humb gjyq. Mund të jenë normalisht që mund të jenë humb 1, 2, 3 gjyqe, apo mund të jenë fitu disa tjera, por kjo do të thotë që ato vendime gjyqësore kanë ardhur dhe duhen, pra kanë ardhur janë mbyll. Mund të jetë fitu në shkallë parë, ashtu ankimu në shkallë dytë, mund të humbet në shkallë dytë, ankimohet në shkallë tretë, ka kohë e punë po. Në dhe po e drejta është kjo që e më të ne. Për të vëtë uda dhe Tani, si që tha dhe Frani në mbledhjen e Komisionit Ekonomisë, ne e diskutuam këtë projekt, morëm dhe informacion më shumë për sa i përket ti shtesën buxhet dhe është për të vlerësuar sepse ne jemi një bashki e vogël, një bashki me drejtim të gjatë dhe i vjen një fond prej 10 milion lekësh të reja, njëkohësisht edhe 2.976.000 që janë dhënë për gjitha bashkitë për sa i përket problemeve të zjarrit. Dhe nuk janë pak për bashkinë tonë 12.976.000 reja ose 130 milion lekë vjetra. Kështu që unë e vlerësoj. Njëkohësisht edhe detajimin për sa ne e kishte sjellë administrata, ne edhe në komision mund t'i bënim edhe ndryshime. Sepse to lek e mira është që ne t'i qëjmë për investime. Mos t'i qëjmë për problematika që mundësisht pra ne është sektori urbanistik, sektori juridik, si që është sektori financës, që është në lartësinë e duhur në bashkinë tonë. Tani, kryetar, ne kemi një agjenci të krijuar nga Këshilli Bashkiak për sa i përket mirëmbajtjes dhe rrugëve rurale. Që në foto ne i shohim duke punuar e duke pa video, kurse në terren nuk shifën. Mendimi, mund t'jenë duke punuar kudo ato. Tani, unë e shkel mirë ditë. Edhe Kurbneshi, që po bëhet rrugare, edhe zonat e Kurbneshit, edhe zonën e maleve, edhe zonën e Kodorshenit, edhe zonën e Ndërfanës, që është bën asfalt. Problematika për sa i përket sektorit juridik, një shi me ra, dëmtohet rruga. E ka ndërtuar jo agjencia rrugëve. Rrugën një shi, sepse kanalet janë shumë cop-cop. A ka mundësi sektori urbanistik, sektori juridik, projektet vogla
kanale me beton, vepra arti të leta rrugë të bardha për fshatra. Ne i kemi lek. Qeveria na ka sill buxhet. Dhe jo pak. Përsa i përket numrit të popullsisë. Shtrisë gjeografike që ka Bjerdita. Tani, kryetar, në analizën, mirë, ta marroj. Nëse ti e ke drejtën me bane politikë. Ta marroj unë, ti mund të thush e ke politikisht. Le ta flasu. Unë nuk jam, unë jam, po politikisht unë këtu jam politikisht, po jam edhe për ato banorë që profesoj. Dhe problematika ja ku është dhe drejtori këtu. Një shimera rrugë të bëhen pa kanale. Tani, sektori juridik, a ka sektori urbanistik, a ka mundësi të bëjë një projekt? Ne në analizën 8 mujore që bëm, investimet i kemi në masën 25% të realizohura. Po vjen funi vitit, do të kalojmë nga fondi i pakushzuar që ka pas bashkia, do kalojmë prapë për fondin 2026 të votojmë fondet e trashëguara. Ne i kemi fondet, ne i kemi lek, t'i fusim punë. Tani, a kërkon projektet mëdhaja dhe programimet mëdhaja ta harrojmë që kapaciteti i bashkisë tonë ka për t'i bërë. Me këto inxhiniera dhe me këto jurista, ekonomista që ka bashkia jonë, po e shikojmë nuk është lartësinë që kërkohet. Projektet vogla. A ka mundësi të bëjmë që lekt janë dhe shqyqyr që janë. Dhe absolutisht, as Komisioni i Ekonomisë, as shqiptarët tu si jemi kundra, të vijojnë sepse këto lekt. Ne në qëse i qëmë to, ku i kemi deta juve, shumë mirë kemi banë, sepse lekt janë gjenje edhe të bugjetit që kanë qenë. Të vazhdojnë të lëvdojnë, por du të motivojnë ty dhe administratën të realizohen të investime. Faleminderit. Tani, lek bëm gati 2 vite që po ndjekim një praktik ndryshe nga që është ndjek. Që do të thotë, një pjesë e buxhetit bashkisë apo dhe marrëveshjeve me Fondin Shqiptar Zhvillimit shkon pikërisht për materiale ndërtimi. Që ne një pjesë të tyre punimeve që kushtojnë shumë më shtrenjtë me i kontraktu, po i bëjmë vetë. Ato që janë të mundshme me i bëjmë vetë. Tani, po të hymë të analizojmë kanalet që thuti me beton, Mirdita ka sot në inventarët vetë 800 km rrugë rurale. 800 km, sikur se me e pru gjithë buxhetin edhe të shtetit, dhe shumë vështirë me i mbyll, me asfalte me projekte si thuti. Ama, qoftë drejtoria e shërbimit publike, rrugëve, apo shërbimit tjera të pastrimit, apo të ndërhyrjeve të veçanta që ka bashkia. Të gjitha janë përdit në punë. Vetëm të shohësh rastin e rreshjeve të fundit shiut në Fan, dhe gjithë puna e 3 mujve që ishte bën Fan me mjetet e bashkisë, shkoi për një natë e cila ra shi. Tani nuk do të thotë që ti mundesh me mirëmbajt me kanale apo me punojës gjitha të rrugë. Mjetet kanë qenë. Po pra, kanë bë, po edhe aty ku kanë punu mjetet është dëmtuar lënë. Por ama 80% e asaj pune që është bën me mjetet e bashkisë në rrugë rurale, në momentin që bie rreshtet të tilla, rrugët shkatërrohen. Do rivazhdojë një punë tjetër për të mirëmbajtur dhe për të shërbyer. Me rrugën e Bukmirës ç'a bëhet? Kryetar, më fal se kishon fjalën ta përfunoj. Jo, fillove prapë se jo se. Por të shkojmë me materialet që ka dhënë Fondi i Zhvillimit për Bashkinë Mirdit, ne jemi vundi jeni dhe po i shkojmë. Të shkojmë tani te pallati i sportit, aty te fusha, është plot me tuba nga gjitha llojet e dimensioneve. Është e vërtet? Po, janë tuba që kemi tuba që zëvendësojnë veprat e artit për sa i përket kanaleve kulluese të rrugëve. Po dakord. Kemi çemente, kemi materiale, kemi dhe buxhet nga qeveria. Nuk po realizojmë dot. Dhe s'është kush problemi. Gjitha janë në proces. Urbanistika, juridiku, të vazhdojnë punën. Të prokurohen to projekte. Janë proces prokurimi. Tani ç'a mund të kërkojmë ne një rrugë? Po e marr rrugën e Maleve që ta bëjmë asfalt që kërkon 2 milionë euro, kërkon një projekt
që ne du të argumentojmë, edhe sepse ne mund të bëjmë projekti mund të jetë dhe gati, por du të argumentojmë këtë projekt, du të lobojmë, që ta marrë, të punë, por të paktën projektit vogla po kërkojmë. Janë bërë të mdoja dhe të vlerët vogla s'po hecë, s'po bëhet. Tani, ç'është ne do të vazhdojmë. Fadronën sa herë vjen shi, pastrojmë të rrugë. Si e ba projektin në lek? Ma shpjego pak. Unë nuk Si e ba projektet e vogla? Si janë projektet e vogla si masteje? O tani që ti tham Janë lekë si. diskutime që mund t'i bëjmë. Vazhdo. Faleminderit. Ta hedhim votim. Pika 5. Vendim. Numër 24-08 fraksionin. I kryetarit bashkisë për përdorim fond si mbrojtës civile për ndërtim auto në si administrative fanë. Bashkia Mirdit shqyrtuar në mbledhjen e datës 29 dhjetit 2025 të Komisionit Ekonomie. Me që nuk kena mentor në këto? Ka qënë në lorë. Atëre, Të referojmë për komision. ashtë po thonë rosti falenderoj sa civili që ka ministrin për pasi që ka dhënë fondin e menjëhershëm për ndërtimin e asaj urës në fan, sepse është me gjithmonë një Po kjo është pjesë është një problem madhor për atë zonë dhe ne kena miratu duke qenë se ka dhe projektin preventivin dhe gjithë dokumentacionin për katës e katë plan. Faleminderit. Ato janë fondet e emergjencave që vinë çdo vit, ashtu si bashkia ka një fond të emergjencës, ka një fond të emergjencës që vjen nga qeveria. Prandaj duhet të miratu në këshill çdo fond emergjent. Kjo ka ardhur që në fillim vitit me fondin me grandin e përgjithshëm bashkisë, kështu që është pjesë e po. O do të qenë fani lidhe ku bëhet fjalë për procedurë parciale dhe patjetër duke di që lidhet e gjithë komuniteti atë nëpërmjet kësaj urës kanë shërbimet për të marrë shërbimin shëndetësor, kanë për të marrë shërbimin arsimor etj. Më radh, desha me ditë kur është e planifikuar të fillojë puna normalisht në bazë marrjes së këtij projekti. Është miratu projekti, është marrë oponenca teknike, është të bëjë procedurat për prokurim, thjesht është momenti që po, janë me prokurim. Me që herën ke prokurim. Po. Do vazhdojnë edhe do mbyllet të lënë. Po ju kur kjo është rruga e falit. Ata hedhin votim që Po si më Gerda, ta hedhin votim. Ja punë përgjigje edhe drejtori i rrugës. Ta hedhin pak këtë pikë votim. Po pra ne Ke ky projekt, e fut me civile, do të theksoj ke vendimi për ndërtimin e urës auto, njësemi se si me fond. Me kupton. Do të specifikohet sa urë vetëm në. Po, edhe kjo gjë tjetër. Ndryshe për shembull, si që thash edhe Po, përpara, unë që jam nga zona e di shumë mirë që ku është rruga, po kur është formuluar projekt vendimi është bërë me ca gabime sepse nuk është specifikuar ku është rruga. Një. Si? Nuk e specifikuar sa nuk. Tani janë dy vene po ta thamun, po në fund do bëhet. Ti je binu që në fund bëhet, nuk i. Tash e diskutojnë në mbrapa. do me tjetër. Projekt vendim numër 2199 fraksion 1, protokolli kryetarit bashkisë për lëndjen e fuqisë të tarifave ekzistuese të ujit pishës, grumbullimit e largimit të ujave të ndotura, Bashkia Mirdit. Ka kush na e pyetje ta hedhim votim? Nikolini do ata i gjen pak. Mirë atëherë në rolin e përfaqësuesit të shoqërisë
rajonal Liseut Kanalizimi Lezhë. Do them disa gjëra shkurt për sa i përket këtij projekt vendimi. Enti rregullator i ujit kërkon që çdo vit kompanitë e Liseut Kanalizimit të aplikojnë për tarifat e ujit. Edhe në rastin kur nuk ndryshojnë tarifat, edhe në rastin kur rriten, po edhe në rastin kur ulet tarifat, është detyrim ligjor që të bëhen aplikime pranë entit rregullator të ujit. Dhe enti rregullator i ujit kërkon kërkon dëgjesën publike, kërkon mendimin e Këshillit të Bashkisë, kërkon mendimin nga kryetari i Bashkisë, plan biznese e tjera. Të gjitha këto janë bërë edhe dëgjesa publike këtu në Rroshan për njësinë e shërbimit Mirdit dhe kompania ka kërkuar për të mos i ndryshuar tarifat. Pra për vetë progresin që ka pas kompania edhe në Kurbin, edhe në Mirdit, po edhe në Lezhë që ka qenë në Lezhë, ujësës i Lezhës ka qenë me kohë ndër ujësësat më të mirë Shqipërisë, por edhe dy njësit e tjera me qenë se kanë ndjeshëm përmirësimin e tërguze ekonomik, është menduar që tarifat e ujit të mos ndryshojnë. Dhe kompania i kërkon Këshillit të Bashkisë të jap mendim për të mos i ndryshuar. Këshilli edhe mund të vendos. Po thjesht Këshilli jep mendim, nuk vendos. Pra merr vendim për të dhënë një mendim që është dakord për të mos i ndryshuar tarifat. Ne kena kërkuar mos më ndryshuar. Ne votuam edhe mos urrit çmimi i vjetër me urrit. E kemi thjesht autoriteti që vendos ndryshimin e tarifës është enti rregullator i ujit. Por enti rregullator i ujit nuk e rrit nëse kompania nuk e kërkon. Në 2024 kompania ka kërkuar për ta rritur çmimin. Dhe enti rregullator i ujit ka pranuar për ta rritur. Pra është enti rregullator i ujit që është autoriteti që vendos për ndryshimin e tarifave. Të gjitha këto janë pika që bëhen bashkë në dosjen që shohet për aplikimin e diskutimit të tarifave. Në këtë rast, për këtë vit, kompania ka menduar për të mos i ndryshuar tarifat e ujit. Kolinder po votojnë, unë kam një vërejtje për rubikun se hidhet shumë klarë. Do më thënë, nuk pihet ujë. Ne që kemi... Nëra klorifikimit të ujë është se për dëshirë. Tani, ma le ta marrë mendimin, më lëmë për herë, këta si dhe, sa herë marrë e po ju marrë, hajë nuk pihet, se pjenera klorë, sa të hapë shkubineti. Ne kemi si shqipuj diku, përse të mosha e tretë nuk të shqipuj të burime që janë Ujtë të qytetit të Rroshanit i bojnë çdo ditë analiza në ujtë në 7 pikat caktuar nga Instituti i Shtetit Publik. Qyteti Rubikut i bën në 3 pikat caktuar nga Instituti i Shtetit Publik. Dhe norma në moment që ujtë del poshtë normave njoftojmë me njëherë Liseut Kanalizimin dhe nuk ka mbi normë harroj që si hidhet klori. Klori hidhet me anë teknike të Unë jetoj në që jam institucionit, të mund t'japi për që... Njëherë klorifikimi i tepëve të qytetit të Rroshan, Rubik dhe rreth bën në mënyrë padiskutueshme. Në Rroshan e kemi në mënyrë automatike. Ka kërkuar gjithë para të. Monitorimi i klorifikimit vjen nga njësia e shërbimit të pjesës së ndërmarrja e fani që bën analiza çdo ditë. Bën analiza për sasinë e klorit. Sepse tutën. Po s'kam një parfime në edhe herë. Pra, bërë analiza dhe ka përgjithësia të, edhe me shtu sasinë e klorit dhe mos me shtu. Ka kanë gjopra. Dhe ne s'kemi ta këtë pa të gjopra.
Por qytetin e Repsit, ka ujë për 24 orë. Qytetin e Repsit kemi problem tjetër. Nuk kena akses. S'kena akses na. Pra kemi një problem tjetër. Atje na Po sot kader i kam justifikuar. Janë një dasë. Në bashkëpunim me bashkimin të hyrë, çdo ditë që nga sallati ta ja po keni pasur, ka ujësa që të s'ka të me pasur. Sepse kanë një tipa Rus linja se gripologi, kena rejtu parëzën që Ka fendo unë një gjë, Nikolis. Tani, do marrë mosa që do keni 24 orë. Nikolis, ne ty nuk të Jo se s'kam mund. si drejtor, si drejtor, se plan së këshirë, sa dio më Keni kalendarin e konsultimit grupit. Nata deri me 14 nëntor dhe gjesa grupit. Jo, Albina e ka, se edhe unë duke qenë pjesë e këtij institucioni do mi thënë Albina si qytetare e Rubikut, besoj ka si emër qytetarëve, po ajo që tha Frani është krejt e drejtë që ne 2 herë në javë e monitorim ujësjelljen e Rubikut. Të vetmen pyetje që ti mund t'i bash drejtorit të ujësjelljes kanalizimit, të vetmen pyetje që ti mundesh t'i bash drejtorit të ujësjelljes kanalizimit është pse aparatura që hedh në mënyrë automatike normën e klorit nuk është akoma në punë. Sepse në Rubik bëhet akoma në mënyrë manuale e klorit. Pastaj për pjesën e normave, normat bëhen në momentin që një ditë nga analiza dhe që është mbi normë, ne kemi diskutuar gjatë gjithë kohës me ujësjes kanalizimet dhe ka qenë çdo ditë në normë. Zotë kreditar, që ta kefshët e gjithësi informacion. Projekti publik që ka bërë Sincineri ka bashkëpunuar që verifikimit bëhet me burim. Por që të furnizohet burimi me klor të lëngë, sepse është i lëngshëm. Aparatura që funksionon në mënyrë automatike funksionon vetëm me klor të lëngshëm, jo me klor të ngushtë që duhet me etrek. Që sajti vërtetësia është shumë e madhe për ta shkuar për të furnizimin atje në burim ku e ka parashikuar projekti i bashkisë, që ka qenë përpara, jo tani. Ka qenë projekti po sepse po kisha qenë unë drejtor, s'kisha po 5 depo në Rubik, kisha po vetëm një depo dhe e kisha shumë menaxhu më mirë. Dura. Por ato kanë po 5 depo sepse kanë menduar për më mirë. Aktualisht bëhet verifikim në mënyrë manuale siç ka qenë bërë deri më sot. Në mënyrë manuale. Tretet klorin ngut edhe i hidhet në mënyrë manuale. Si në çdo depo. Do të bëhet një burim, po kur për në kushtet tani. Furnizuesi që bën me klonjën të shkja ke burim e veshë. Ta nuk kam dalë, jo t'i ke dalë, ta nuk kam dalë. Abuzohet o. Se matematikë në një shkallë në një biletisa për unë në verë në shqipë 200 me nërku kubi. Fatore 10 me nërku më ditët. 10 me nërku më ditët fatore. 200 për një zetim, në 2 herë. Korejtë matematikë. A fosë. A dhejtë në se kejë pas nësë matematikë. Jo. E konsiderojt të mbyllur të jo. E konsiderojmë